Ajo thuaj se ka pas të pamurit e humbur, ka arrit ta shëroj atë vajzë. Është sot shnosh e mirë. Është ujë për shumë infeksione, ujën e kanë pa pare. O koni palje vetëshëm që ky ujë e ka shërua. Shot diçka ma dopë se këta me syza edhe shumë ma mirë. Jemi në fshatin Dobërçan të komunës së Gjilanit, se faktikisht jemi tek baja e Dobërçanit dhe tek uji shërues, ose kjo qeshmja që po e shenim prapa meje, e cila po pretendohet se ka ujë shërues, i cili po ndihmon shumë njerëz që të kalojnë sfida të ndryshme të tyre me shëndetin. Me atë sa dëgjuam deri më parë, patëm disa raste mjaft të veçanta, sidomos me personat të cilët kanë pasur probleme me shikimin, e që ky ujë ata po thonë që ju kanë ndihmuar që shikimit ju përmirësohet. E në anën tjetër, neve sot do të flasim normalisht edhe me personin i cili punon vazhdimisht në lidhje me këtë bajë, dhe në anën tjetër është vazhdimisht krah vizitorëve të cilët duan të vinë dhe ta shohin nëse me të vërtetë ky ujë është shërues apo jo. Quhem në Gjati Bishi, momentalisht jeni tek banja e Dobërçanit, banja e cila njihet qysh moti i përket fshatit Dobërçan, dhe jeni me një ambient ku është shndruar thuajse 100%, ka qenë një gorore, tash është një vend atraktiv për vizitorë dhe për ata që kanë nevojë çajin shërim. Njihet si vendi që ofron ujë shërues. Na flet pak për këtë pjesë, për çfarë ujë shërues bëhet fjala? Po tash për momentin jemi faktikisht tek qeshmet ku njerëz të mushin rregullisht ujë. Është ujë për shumë infeksione, sidomos për infeksionet e syrit, infeksionet të lëkurës, alergji të ndryshme, infeksion të lukthit edhe shumë sëmundje tjera. Prandaj njerëz e mushin këtë ujë, e shfrytëzojnë domosdoshmë për të mirë, edhe po besoj edhe për shërim. Kem rastin e vajzës nga Turqia, po besoj keni dëgjuar edhe ju për atë vajzë. Është diçka, një rast me të vërtetë është që ja vlen me përmend. Nuk është na që e kena shëru, nuk është ajo pjesë që na domosdoshmë kemi intervenu diçka në atë pjesë, po është me të vërtetë ky ujë që e ka dhënë Zoti. Faktikisht na e kena bë për të mirë ambientin, kena bo vene për pushim, kena bo vene për parking, por pjesa tjetër gjithçka i përket natyrës. Është pjesë që uji faktikisht domosdoshmë me mineralet e veta që i ka arrit ta shëroj atë vajzë. Është sot shnosh e mirë vajza, vjen për qef çdo vit, qëndron këtu në bajë 10 ditë, 15 ditë, 1 muaj, varësisht çfarë pushime kanë ata prej Turqia atje. Kështu që po shpresojmë javë të ardhshme, ndoshta në korrik do të vjen prapë në vizitë dhe ndoshta edhe ju keni rastin të takoni. Çfarë problemi shëndetësor ka pas vajza në fjalë? Ajo thuaj se ka pas të pamurit e humbur. Kur ka ardhur prej Turqie, ka ardhur me syze të zeza, printe kanë mbajt për krah, por fati deshti që ajo të shërohet brenda 2 javëve të qëndrimit në bajë, jo 100%, dikon mbi 40% i ka ardhur pamurit në atë kohë, pastaj ka vazhduar edhe vite tjera, sot shef vajza nuk bar syze, ec mirë, shkon në shkollë, edhe jeton jetën normale. Ujin e kanë pa pare, munden me marrë me veti, munden me shfrytzu domosdoshmë për një kohë, 1 javë, 2 javë me marrë me konta, edhe nuk ju kushton kurrë. Mund me ardhë secili për atyre që ka nevojë me marrë ujin këto dhe me shfrytzu në shtëpiat e tyre. Sa që ardh prej Gjermanisë, sa na tregon çysh ke dëgju për këtë vend? Për besë se i kam dëgjue edhe në televizor edhe në internet edhe në të tërë vend, kam dëgju se është shumë i shërueshëm ky ujë. Në qenë se kam gruan këtu, edhe gruaja më ka tregue, po kam unë një mjek aty që më ka tregue vetë, ka qenë ndërtimtari
ka punue, është rëdzu, të më thonë kurrizi ju ka një palje vetëshëm që ky uj e ka shërua. Për vete a ankoni prej diçka? Më nku për syve, jo me syza, e unë jam në punë, në Gjermani punoj natën, e të më thonë, jo që nuk shoh, po shoh diçka ma dopë, se këta me syza, e kom digju për qëtu që është shumë e shëru shumë, edhe javën e kalun kom qenë 3 ditë, e kitë javë jam marrë sot, bajrami e këtu, jam marrë sot edhe nestra, kështu në neci për Gjermani, e po shoh shumë mirë. Unë edhe gruja, e kom edhe virën, nonën e gruas, vina na 3, dhe më thonë sot është 4 ditë dhe nestra, 5 ditë, edhe shumë ma mirë po shoh. Pra e keni vrejt efektin direkt? Shumë, si të mos unë edhe shoqja ime, shumë e kënaqur. Edhe i lut na krejt, edhe këtu edhe bashkëdhetarët më ardh, me shfrytëzua shumë këtu. Shumë është i mirë. Na jetojmë në Gjermani, kena dëgju që fjallë të mira, mirë. A keni ndonjë problem shëndetësor për vete, a ankoni diçka ose familja ju që synoni me shëru? Me pash mirë, jo, e të përduke që ma mirë. Që sa ditë jeni këto? Që një jo. Po doket që veç ka pas efekt, a? Po, ka pas. Për sa kohë e vrejtë dallimin? 2-3 ditë. Unë është një avën, po më përduke.